thot o Muhammed, çfarë është Islami? Tha po çka është imani? Tha po çka është ihsani? Tha kad aflahal mu'minun. Të shpëtum, dietarët kanë thonë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, të shpëtum janë ata të cilët e kanë mbrojt imanin e vet. Imanin duhet ta ruajmë prej gjunaheve që mos të na njollosët imani. Tha nuk mundesh me thonë se valla unë jam mu'min, ama du me festu edhe vitin e ri. Jam mu'min edhe du me shkue a gjenë në plash ku cullakon krejt. Jam mu'min edhe du me këshir Big Brother. Jam mu'min edhe du me këshir në internet këtë që ka të mdale parasive. Jo. Vaj për ata të cilët falen. Qish mëre vaj për ata që falen? Alladhina hum an salatihim sahun. Kur të hinë në namaz, kur falen, kur të hinë në namaz, ata nuk i kanë mend në namaz. Si mos me kona, vaj për ata. Subhanallah, në qoftë se ti falesh edhe nuk i e i koncentrum në namaz, nuk i e prezent me shpirt edhe me trup edhe me men në namaz, kana problem para Zotit. Po për ati cili nuk fal hiq, begatit, mirësit e Zotit, qofshin mbi ju, mbi ne, dhe mbi gjithë muslimanët katër anë të botës. Të nderuar të pranishëm, ne sot në këtë ditë të xumas, do mundohemi në disa pika të shkurta të jemi rreth 2 ajeteve të surës Mu'minun. Surja Mu'minun, në përkthim do me thonë kaptina e besimtarve. Me kon musliman nuk do me thonë me kon mu'min. Musliman është me pranu islamin, me ju dorzu Allahut Gjelle Gjelaluhu, me pranu qa e thot Zoti Dhul Gjelal. Ndërsa mu'min është me besu, me ju dorzu, me pranu dhe me ftu duke punu me ta çka ai e kërkon. Ka arë Gjebrail Emini, alayhi salatu wassalam, e ka pyet pejgamberin sallallahu ta'ala alaihi wasallami, i ka thonë, o Muhammed, në pranit të shokëve të vetë, me një pamje të një njeriu të udhëtar, me tesha të bardha, me flokët të zeza, të krehme, me një fizionomi shumë të bukur, ulur në edukatën më të lartë, edukatën islame, në pozicion shumë të preferum, e pyet thot o Muhammed, çfarë është Islami? Tha Islami është ta besosh Allahun, ti falish 5 kohë namaz, ta japsh zakatin, ta xherosh Ramazanin, të shkesh naç. Të janë shtyllat e Islamit. Tha po çka është imani? Mel iman. Tha çka është imani? Na jemi këtu te besimtari, mu'min. Ai është i pari muslim, kjo është tjetri mu'min. Tha ta besosh Allahun, ditën e Kiametit, ti besosh pejgamberët, ti besosh librat, ti besosh ringjalljen, kaderin, hajrin dhe sherrin. Tha po çka është ihsani? Tha ta adhurosh Allahun sikur me e pa ti atë, edhe pse ai ti atë nuk e shajti që ti. Pastaj i pyeti disa pyetje dhe u çu shkoi. Resulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallami tha o Omer, a bëdin kush tha ki njeri, tha që ki personi që erdh këtu. Tha Allahu dhe i dërguar i tij e din më së miri. Tha kjo është Gjebraili, meleku i madh i Allahut. Ka ardh me ja mësu juve fejen. Ka ardh me ja mësu juve fejen islame. Që në fejen islame musliman ka shumë. Qëre musliman janë ofër 2 miliard sot në dunja. Po sa janë besimtar, që Allahu e ka emru këtë sure Mu'minun, surja e besimtarve, atë di veç Allahu Gjeleshanu. Na mujna me dëshmu për njëni tjetrin për islamin, se jena musliman. Ama se jena besimtar, nuk mujna me dëshmu, se nuk e dim atë, e di veç Allahu të bareke o tala. Dhe kjo sure i përshkruun në ngërthen, në vetvetion e vetë, kjo sure, për shkrimin e ative besimtarve.
Njeriu për me ditë veten a është për një me besimtar, duhet ta lexon surën Mu'minun dhe ta sheh veten se a është për një me besimtar. Për musliman, a e thu shahadetin? A e beson Allahin me shahadet? Po. Ti je bu musliman, ama je bu besimtar, duhet ta kontrollosh ti vetën tënde. E Allahu i përshkruan në këtë sure edhe i jep në fillim të surës një garancë. Çka është ajo garanca? Thot, estağfirullah, bismillah, qad aflaha almu'minun, kanë me shpëtu dhe janë të shpëtum besimtarët. Nuk tha janë të shpëtum muslimanët. Qëre? Se musliman mundet me konë edhe xhenet li, edhe xhenem li. Mundet me hinë xhenem. Musliman është ama vedh. Musliman është ama rejn. Musliman është ama tradhton. Musliman është shkon mos grave. Musliman është e pijat atë shishen e kaft, peja. Se për para skopsko i kanë thonë. I kanë thonë Johnny Walker, mastikat tash e kanë ndru pak shqiptja, pa ina peja, e pija atë. Thotë oqë, për nuk ove kjo pija alkoholike, kjo është veç langërushi. Kjo është spjegime dhe filozofie i iblisit që ja kam mësu këtive që ka më bëjnë gjuna. Ama është musliman, ti me i thonë se s'ka zotaj ti qëtësit, musliman është. Musliman e shetë vëllavin e vetë sabahje, shkon ku duhet aje, ku s'duhet, pardon, me këndu aje në sabah, i kishte thonë njoni një kolegës tem, një komandiri lartë i policijës, ka thonë, ku shka ma shumë gjemat në sabah, une ati? Ka thonë une, ka thonë, hajde nesër fale sabahin të une, këshire sa kam gjemat une. Pse? Se dikush e ka smuje, muslimana, asa një sen, kujni une, thot shahadetin të spiti mandor, e ka merak shpionazhën. Shpionazh. Hoxha tha, filoni tha, kojshia, kërsiti, a i boni, ketë, a e ka smuje, a i si mos shkoje të këndoje, a di kus duhet me këndu, a i smuhet, tensioni i hip, prostata i ven, piskeqit e moridat i dalin, ketë këqia i vin, pse shpion është ai. Edhe i ka ardhë ranë, kër i ka thonë një profesor, një filonit, për politikanëve i ka thonë, unë e di se jeti u të bashbe, me jeti me dokument për Serbien, me punon ti, i ka ardhë i natë, qysh me më thonë, po shpion, a o musliman? Musliman, me emën musliman, a është mu'min, a është besimtar, nuk e di. Allah u tha të shpëtum, nuk tha janë musliman, janë besimtar, e për me konë besimtar, po u desh ka shka me mbrojt besimin tanë prej një losjes. Si kur jetu kalu për rrug, edhe e shese ashtu ardhë një ker, edhe ka loq ati. E ti shka ban, largohesh, mbrohesh që mos, kur kalon ajo vetura, mos të të stërpika i loqi edhe të të përlijen teshat. Imanin duhet të arruim prej gjunahëve që mos të në një losët imani. Tha, kad e flahan mu'minun. Të shpëtum, djetarët kanë thonë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, të shpëtum janë ata të cilët e kanë mbrojt imanin e vetë. Ja shtash jemi para festave të fejave të huja, a di sa shpet një losët imani, kur ti mash një dikile kikirika, një dikile mandarina, një dikile portokalla, edhe hajde se dërina dhe fugna petarda. E një los ti imanin tanë, e një los ti besimin tanë. Nuk munësh me thonë se valla unë jam mu'min, ama du me festu edhe vitin e ri. Jam mu'min edhe du me shkue a gjenë plash ku cullakon kret. Jam mu'min edhe du me këshir Big Brother. Jam mu'min edhe du me këshir në internet këtë që ka të mdale parasive. Jo. Për me koni shpëtum, du është me hec si kur një njeri cili hec në për malje dhe ku ka thera. Shka ban kur hec në për malë ku ka dega thera, ruësh mos të kapësh këtu, ruësh mos të kapësh kënena, këshirë në i grop të poshtë, mos të rëshqitish dikun, se malë nuk dihet se ku shkon koma, që kështu është kjo dunja për mu'minin, për besimtarit. Ruët për këti gjunahit, ruët për ati gjunahit, e vërteton imanin e vetë edhe të jetë i shpëtum. Po tema e dersit ton nuk është që këtu, tema e dersit ton është ajeti i ditë. Tha, cilësia ative që do shpëtohen edhe janë mu'min, tha alladhina hum fi salatihim khashi'un. Tha ata të cilët kur hinë në namaz e kanë
koncentrimin e plot në namaz dhe kanë frikë respekt ndaj Allahit. Gjemo, namazi është shtylla e ditë e Islamit. Pa namaz Islam nuk ka. As musliman së nëbosh pa namaz. Hazreti Omeri tha, la hadha fil Islami limen tereke salat. Tha, nuk ka vend në Islam për ati cili nuk falet. Opa, kjo vret aga hoq, valloj vret. Valloj vret. Pse si mos falesh, zarash me i thonë vetës se je musliman. Këshire, Allahu tha, wailun lil musallin. Vaj për ata të cilët falen. Qish more vaj për ata që falen? Alladhina hum an salatihim sahun. Kur të hinë në namaz, kur falen, kur të hinë në namaz, ata nuk i kanë mend në namaz. Si mos me kona, vaj për ata. Subhanallah, në qoftë se ti falesh edhe nuk i e i koncentrum në namaz, nuk i e prezent me shpirt edhe me trup edhe me men në namaz, kana problem para Zotit. Po për ati cili nuk fal hiq, në ditën e kiametit në xhenem, po bëjnë muhabet xhenem lit. A bëjnë kanë muhabet, po mëre Kurani që është të nëmëson, thot, masele ke kum fi sakar, thot, për shka mëre keni ardhë ju në vendin e quajtur sakar në zjarë, kalu lem neku minel musallin. Atëre thanë ato, nas jena fal. O më gjumane këm fal. Ajo me të Zotin. Ama Ramazanin teravijat të spit kur si këm lonë. Me të Zotin. Por shka keni orë këtu? Pas keni falve të gjumane ju? Po mërë kena fal gjumane. Pas keni falve të teravijat ju? Po mërë kena fal teravijat. A prap gjenema? Prap gjenem. Se? Po s'jena fal. Krishtert një dit një javë, jahudit një dit një javë, edhe musliman kanë nisë një dit një javë musliman më bo, veç kur thire e zani gjumajës. Edhe as dërës bëles dojnë me nguë se, abe se që ki hoxha në shërdoj mo, që ki hoxha mo në ka dalë për mi krije mo me qëto muhabetet. Po shkojmë veç po i falmi direkate shpet, rap, po i falmi namazin sigur me bon fiskultur, e ne pak me zgat minirë të bëjnë saatin kështu, hoxho, 3 minuta ma shumë. Ha? Ose dikush të kalzune dërsa e këshirë satin, a mund qelën diznat. A i disim qelën diznat më? Unë vetë qelën, asa i keri kur ta shkelin në të banë. Kur ta shëtë një që e banë satin kështu, para e zanit mund qelën diznat, veç i hap gasune, alo ma shumë. Pse? Mus ma banë me sahat. Mus ma banë me sahat se kjo është i bandet ndaj Allahit. Qatë sahat edhe qatë kota ka dhonë Allahu Gjeleshanu vë Gjelegjelalu. Ska vetë gjuma. A do me konë musliman? Kimi falë 5 kohë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për që këtë namaz që është shpëtimi jo në ditën e kiametit edhe jemi prej besimtarve që dëshmon për neve në qofë se jemi me vëmendje, ne i ka vënu disa regula që në shumica pi neve nuk po i di. Prej këtë që kësaj parashtrot një pyetje gjemot jem, si duhet të falmi namazin? Që këtu e kemi na një defekt, që unë e këmë konstatu para disa ditëve për gjëmotit tonë, se alo na kena problem me namazin. E para, defekti parë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, la salate bi gajri të hur. Nuk ka namaz pa pastërti. Ski pastërti, ski namaz. Unë e hina të tilaj durt, e ka arru derën qelë në vetorën, një kom jashtë, një kom rena, zjarë fiksi, është të shimë zjarëmin. Allo bre, tualeti është veni ku duhet fillimisht hishti vetë dhe ta mbyllish derën dhe ta krysh nevojën me regula. Qish më në me regula? Kime u ullë, subhanallah, po edhe burat kime u ullë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, në qovë se nga urina pikojnë pika në teshën tënde, namazi jëtë, problemo mu pranu, nuk pranohet. Pejgamberi alaihi wasallam kaloi rreth divoreve, tha këto ditha janë të u denu, tha nuk janë punë të mëdhaja, por janë të mëdhaja të Allah. Tha shka janë? I pari tha, qiki tha kur e ka kry nevojën e vogël, tha i kanë pik ato, i kanë stërpik pikat e urinës, tha ashtu denu në vërë, se namazi si bot ka bu. A qetri tha, ki i ka pas merak muhabetet, tha hoxha, tha aj, tha ki, tha këshia, tha Allahne. Këto ditha janë të denu.
Në qoftë se ti pastërtien tënde për namaz nuk e bën tamam, nuk ruhesh nga pa pastërtia. Shku me një vend, thash, hajde ta falmi namazin, tha ose nuk jam për namaz. Thash, mos i ki menstruacionit. Tha, jo. Mos i e gjënup. Jo. Tha, donet, tha, si kam të mis. La ilaha illallah. Muslimani mos mi pas teshat, për çdo moment ti dosh me kon i gatshëm se ti 5 herë diçka në xhami. Pastërtia është kushti i parë. Në pastërti hin gusli. Që kemi problem na me ishtije në makinën e guslit, në drebongin fetar sheriatit, me i vetë si marin gusull, është problem. Për qatë për para gjallar i kanë mësu kushtet e muslimanit, me i mësu sa ka kushte gusli, sa ka abdesi, sa ka namazi, meren. Po shtash pse si mësojnë, po tash e kanë zërt i mësojnë emnat e partive, lider të partive, çka u ka votu në parlament, çka su ka votu parlament, dërsa sejnet kryesore, themelore nuk e di. Abdest, unë i shoh abdest, alas din me marë. Në qofë se gusull, abdest, pastërtit të tualetit skije, në teshën, trup skije, nuk ka namaz. E dita, po im shkurt se koha janë nisën me këshisatit. La yusalli ahadukum wa huwa yudafi'u al-akhbathain. Sa në mos të falet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam askush nga ju, mos shkoje të hije namaz në qoftë se ka rrok barki. E keni pa do hin namaz edhe me një kom, qetrën kom, si sahati që ka sillet dring. Edhe hoxha pak më shkurt. Pse unë s'e moj thotë se edhe ventili para dhe ventili mas nuk u mbojnë. Ndroj. Shko te vodovxhia. Ti e shë se s'ki, shko një në gusullane, shko në tualet, shko pastrohu, kryet madhën edhe të voglën nga nevojat e tua, pastaj hajde në namaz. Nuk ka namaz të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos të falet asnja, i cili e ka rok barki, ja urina, ja e ka rok barki për një me. Se me zgata njën, kur kishtë donë selam hoxha, kishtë donë zgata sa dur se u krimo. Shkoj mo, pështoj, jo, e shë se ki problem me barkin, shko në tualet. E treta, një njeri cili ka problem me prostatën, duhet, obligime ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, la yati ahadukumus salat wa huwa haqin. Në mos vere dikush namaz i cili e shtrëngon veten për pikat e ujtit, për nevojën. Shko atje, ama ose ti mrije në sinet, ma mirë të hikin sinet, e ta falish farzin temis, se sa e falë sinetin temis e farzin shkun pikat. Jo, e menagjon kohën tonë që të vish ti pasta. E katërta, mos dë vere në namaz, a i cili ju ka shtëru sofra, edhe ajo është i unë. Mos vere namaz. A e ka shtëru në shoqja jote, Allah i dhash xhenet nanave dhe bashorteve tona që e argjën jetën, këtë i shërbe familjen edhe burin me lloj ushqime të ja servue sa ma mire dhe sa ma lezeqme. A e ka shtru sofrën, valla thiri e zani, e ki obligim me hangër buk. O, shkaj të folë, farz e ki me hangër buk, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a i cili është ma musliman se ti edhe se une, tha, la salate bi hudurit ta'am, nuk ka namaz kur u ka shtru buka, ushqimi. Da hash buk pastaj të vish. E pesta, të hish në namaz dhe ti zbatojsh kërkesat e namazit. Shka janë kërkesat e namazit? Të lidhësh Allahu Ekber, shtije dunjojnë mas, vendos dorën e gjallë për me të majtë. Dhe koncentrohesh drejt kiblës, duke realizu rukuën drejt. Si është drejt? Kur të bish në ruku me të avnu një bardak, një got uj për mi shpine mos derdhet, si kur me kon tavolina e drejt. Kur të bish në segjde, si me kon një thes i gjubrës ashtu, që slivrit një gur, një dishka, që nuk ka shpirtit, të qetësohësh. Kur të kthehesh nga sejdja të qetësohesh. Jo, Allahu Ekber, semi Allahu me Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Selam aleikum wa rahmatullah. Çi ket keni më e bon shtaj namazan. Tha po shkojnë apo falën atë filan xhamie, pse? Çka e kishte një hoj? Jo e ki joni ket me ditën, ai ket 6 Allah. Ai ket 6 si me dal në maratonin e garave me formulla. Rraf 13 minuta 23 rekat.
po ai nuk ka fal namaz, ai ka dal nga garat maratonit, si e patemnin më rëqajmë me formullat? Shoferi që i vozit këtë. Shumë aherë, bravo, ashe e din këtë? Me vetë kush janë garantum 10 gjenetit problema i dina. Shumë aherë, unë së di vëlla, ama që e kum nije se kum mojt men. Betër shumë aherë i taj, 13 minuta, aj rap 23 reqate. O gjithforta ishte aj. A me ditë se shka thot ju, ta mirë një vesh shka thot aj, ju keshni namaz, nuk folni, se asni laf arabisht ta manë se katë Kurani Kerimit. Këtë gjims, ato kur ti bashkësh këtë gjims, nuk del arabisht, del qankë kinezisht. Nuk del arabisht, sa i këtë gjims i këput, për me emrinja 13 minutë. Dhe falish namazin se ka ardhë një njeri të pejgamberi a.s. i ka dhonë selam, ka hije dhe u ka falë, shpet, tak, dileqate. Ka ardhë u ka afru, Resulullah a.s. thot, irgji, fa salli, fa inneke lem të salli. Shko thot falu se ti, nuk je falë. Shko në këthejet, prap ven, prap e shtidhi, shko falu, prap ven, thot, vëlledhi ba'atheke bil haq. Pash atë i cilit ka dërgu me drejtësi. Tregom, mësom se s'di. Tha kur të vish në namaz, qëtësohë një. Mos hajde të ngaren namaz, qëtësohë. Pastaj lexoj elhamin, pastaj lexoj një pjesë të Kur'anit, një ajet, 2 ajete, 3 ajete. Pastaj shkon ruku, qetësohu. Pastaj ktheu nga rukuja, prap qetësohu. Pastaj shkon në sejdë, qetësohu. Pastaj ktheu nga sejdja, qetësohu. Erdhi imam i Qabës, mi vizitu xhamiat, ai ty fal sejdët edhe ty e bë rukun. Tha, ish habit ta ki menoj ke thasa alan Qabë ashtë. Shqiptari pa e komentu se le, tha, shanta e kishte zgata, bashkësin Qabe, s'ka bashkësin Qabe, bashkësin në Islam, se njeri duhet ta fale namazin si në Islam, Islami shka, e ban sejden ka dale, kthesh nga sejdja ka dale, prap shkon sejde, tha kështu vepro në namazin tanë. E gjashta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka namaz, a i cili nuk e ka lezu surën Fatiha. Nuk ka namaz. O që shka, kur hesht imami ti kime lezu surën Fatiha. Elhamd, veti, jo me zonë. Veti, kime lezu. Në qofë se lezon Fatihan, imami, apo a i cili falet vetë, nuk ka namaz. Po se kom thonë më rëune, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e shtata, nuk ka namaz a i cili huna e vetë dhe balli i vetë nuk i kanë prekë në tokë, kur bë në sejdë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la salate limen lem yusib anfuhu min al-ard wala yusibu al-jabin. Tha i cili se ka vendos ballin edhe hunën në tokë, nuk ka namaz. Çka bojnë do? Me vënë një kamerë dhe me shluën në internet i thema rekordat. E vënën mojën e ballit si ti ka temas, ka kon te vet. E këshira ta xhamas çka ban. Hunën kërkon, hunën cërtani film. Pa e vënë hunën tokë. Edhe pa e vënu ballin tokë, nuk ka namaz, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash, më e madhja e ketëve, që shtash që kjo shumë me rëndësi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka namaz, ai i cili namazi i vetë nuk e largon nga të këqijat. Subhanallah. Nuk ka namaz, ai i cili namazi i vetë nuk e largon pit këqijave. Si dash pindrek, si ti shlesht kullotin sit në gjatë edhe shmajt, namazi jatë nuk ka bo. Si dash pidere, sa dash, Allah i kabul, a e pa dhe besh ka boni ki. Sa dash pidere, a e pa e si u falke, dhe ke mu kalzu se është i meq. A e pa është ka tha, janë isë me i përgoju gjematin. Janë isë me përgoju hoqë, janë isë me përgoju atë, ketë, janë isë me i bomu abet, janë isë me folë për nderin e muslimanve, janë isë hinë në për lakna, edhe Allah i kabul, mas pazarit, s'ka kabul për atë. Në qofë se namazi nuk të largon pit këqijave, qish, e falë namazi sa të dale u gjumë qajtore, e kom zonë duplo gjash që ndorë, e ki zonë krije në shejtanit ti. Se duplo gjashën se në kizon kër heq, krije në shejtani ta ka dhonë dorë dhe ta ka morë namazin. A i cili del min herë për namazit, ditën kafe, lun karta, lun gur, lun tabël, a i namazi vetë kërkon heq. Vetë se ka hup kohë dhe ka hup pishnetit vetë edhe për energjisë vetë.
Dhe e fundit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, edhe këtë ndoshta nuk e keni ditë, tha nuk ka namaz vetë mas safeve. Si janë lidh këtë safet, njëri ka me të hub vetë mas atje. E naj, Allahu ekber, i gjanon kontë edhe gjanon, u knaqa une. Tha, shka do të me bo? Djetarët në komentin e këti hadithit, tha, o ka me prit dikan, ti bashkan gjitet bondi, o ka me prek dikan, pe ative shka janë saf, e prek, a i du të me hec një hap mas, të bondi mas. Pse? Po është po merdhe dhe një, ki që ka hec mas, du të hec e prap edhe një hap për para. Po dë lujna namaz, po fejën se ki caktu te, ka caktu pejgamberi a.s. E ka caktu Zoti. Ti shka të intereson me i komentu sende. Ti e ban qashtu si tojna, edhe hiq nuk fol. Si ta kanë nuk kamerën, s'po gëzonë ma shumë se 15 me vëzita, pa. Se tak, dënimi e kanë caktu, edhe këtu e kanë caktu. Ki me shku mas regullave të fejes islame, që të jesh kat eflehal mu'minun, i shpëtun nga zjarmi xhenemit ditën e kiametit. Ne lusim Allahun xhaleshanu rinien ton islam të vëllezër. Pleqve ton të jepi mërgjatë shëndet plot. Të smuntit t'i shëron, të idhnum t'i pajton, gurbeqit t'i mbëron dhe t'i furnizon. Ata që janë larg vatanit edhe kanë telashe, nuk e kanë nanën babën, Allahu rahmetin e tij ja u dërgoft. Ne lusim Allahun xhaleshanu wa xhalla xhelalu, zullum qartë me zveti helash t'i bofni, amin thojni. Ne lusim Allahun xhaleshanu, ata që artojnë hiç nuk pushojnë që muslimanëve zullum t'ju bojnë, Allahu me zullumin e vet i shkatrovë, Jannatul Firdausi nasib na i boft. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi.